gënjeshtar me pagesë. I vetmi njeri që do mbajsh mend në kuvendin e Shqipërisë që erdhe si një mbajtës çante i një deputeti tjetër, je ti. Tani më thon kolegët që të nxjerr mesazhet të tua dhe të familjarëve tu. E di mirë ti, mbyllë gojën. Tani gënjeve këtu, zonja kryetare, është një zhurmus. Do merrni masa ju? Zoti Kapri, të lutem, ju të rreq vëmendjen. Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen, ju lutem, Zoti Kapri, qetësohuni kur folët ju. Kur folët ju, Zoti Kapri, nuk ndërhyri njëri. Ju lutem, Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen edhe një herë po ju them. Ju lutem qetësohuni. Kur flitni, mbani përgjegjësitë për ato që thoni. Kështu që ju lutem mos reagoni në këtë mënyrë. Po. Ju lutem qetësohuni. Vazhdoni Zoti Balla. Nxehja është provë e së vërtetës. Kur nxehesh, tregon që e ke mizën nën kësul. Dhe miza të lëviz edhe të shkakton çorientim mendor. Zotri, ti je një gënjeshtar me pagesë. Erdhe këtu, bëre përsëri të njëjtën gabim dhe u kape përsëri me presh në dorë. Ju referove ligjit për tokën bujqësore. Sikurse edhe ligji për censin e bujqësisë është një ligj që është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të marrëveshjes për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Erdhe këtu dhe the që ligji për tokën bujqësore është me porosi dhe po e bën Taulanti me porosi, ndërkohë që Taulanti Bika pas ka korruptuar Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, një kapitull të marrëveshjes për anëtarësimin. Prandaj, gënjeshtrat i kanë këmbë të shkurtra, mban në dorë një letër bakalli që nuk thot asgjë, vjen këtu dhe vazhdon të mbrosh interesat e familjes Agron Shehajt, nga i cili paguhesh, dhe duhet ta dish që Agron Shehaj, së bashku me familjarë të tjerë, të tij, përfshirë dhe njërin që e ka pasur dhe drejtor të kadastrës së Vlorës, janë ndër personat më të përfshirë në hajdutrin dhe në masakrat e pronave në Vlorë. Arsyeja pse padronin tënd, tutorin tënd, politik, nuk e votojnë në Vlorë është pikërisht se një ballist si puna e tij dhe puna jote kanë grabitur pronat. Ndërkohë ligji për tokën bujqësore nuk ka lidhje fare. Nëse do të hysh në Bashkimin Evropian, thot Bashkimi Evropian, duhet parafrosh legjislacionin tënd me legjislacionin tim, thot BE-ja, me atë që quhet aki komuniter. Jo hakiu nga komune terrës. Që ta kuptosh, jo hakiu nga komuna terrës. Por aki komuniter është legjislacioni BE-s. Mbaje lart atë. Mbaje, sepse të duhet për rrillin e radhës. Ndërkohë që po të shpjegoj, në këtë legjislacionin evropian, thuhet qartë që jemi të detyruar dhe ne, Shqipëria që e kishim në ligj pa mundësimin e shitjes së tokës bujqësore, duhet që ta afrosh atë me legjislacionin e BE-s. Kështu e ka Italia, ku Agroni Gonja ka bler tokë, ka bler vilën, ka bler dhe tokën, se po e shifsha në Google Earth tani tokën e Gonës, mirë, e çdo qeshi gjithë Shqipëria. Dakord, e çdo qeshi. E kur të dalin ato shkreta. Patjetër. Kështu gabim ka. Ore, gabime kam unë, po njërin e çova, atë gjyshën e babajnë e Gonës. Kur çova babajnë e Gonës, Gonën nuk e kam asgjë, e kam pesha popull. Kështu që
do presish. Sepse në Itali, gonja shkon dhe blet e tokën, edhe vilën, edhe tokën. Ne duam të hymë bëhe, do blesh edhe vilën, edhe tokën. Bëhe ato duhet a shesish edhe tokën. Nuk. Dhe këtu pastaj qartësohet që ti e një gënjeshtar. Sepse vjen këtu, abuzon, mendon që ata që në ndjekin janë mish për top, ata që në ndjekin nuk kuptojnë, kuptojnë shumë mirë ata, dhe din fare mirë që edhe ajo që mbanti, në farë, është një investim, unë nuk di fare. Thjesht e vetëm ajo çfarë është raportuar diskutimi në media, vjen një investitor të blej një tokë. Dhe ajo që ne duhet i garantojmë, po jam duke pritur Saliun, që ta dish, jo ty, se me ty, po jam duke pritur Saliun, mezi po pres të vi Saliu, se kam një dokument aty orti, që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjetë, po për 60 vjetë të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vetë zhvillimin e gjithë zonës Vërnecit. Master plani. Jam duke e pritur kur të vi, rrezik s'vjen më, kujdje, punë e ti. Prandaj, zonja kryetare, nderuar kolegë, këto ligje që diskutojmë dhe votojmë, janë pjesë e një pakete të rëndësishme për afrimin e legjislacionit, nuk kanë bëjnë as pak fare me pretendime që ngrej një deputet i cili flet pa u menduar, akuza të pabaza, ke akuza zotëri, që ke akuza të lutem, ke akuza që ky ligj erdhe the këtu, që ky ligj po bëhet me porosi. The këtu apo jo? Mirë, dakord. Shko bëj kallëzim penal në SPAK. Shko bëje. Shko bëje. Shko thuaj, shko sot, mos ka mjafton kaq. Mjafton këto deklarime, kemi ngritur një institucion, shko atje dhe thuaj, po bëj. Por ti gënjen, dhe gënjeshtarët, si puna jote, e kanë pasur jetë gjatësinë e shkurtër politike dhe parlamentare. Dhe me qenë se pas me ka fjalën një neomarksist i ekstremit majt, por që vetëm lidhje me parimet e neomarksizmit dhe të majtës nuk ka, sot Departamenti Amerikan i Shtetit, sekretari Rubio, organizon një konferencë ndërkombëtare pikërisht për dhunën që vjen nga ekstremi majt. Dhe këtu pastaj është ajo pjesa më qesharake kur një ballist bashkohet me një ekstremist majt dhe merr dhe guximin, ti drejtohet deputetëve dhe thotë, do t'ju rrethojmë. Po ç'a të rrethosh ti? Dëgjoj, unë me tipas i ti, do t'a thojash pja po s'pale rregullore e atika e kuvendit. Se do t'a thoja se për çfarë mund të më vyesh ti në jetë, në pjesë të caktuara të ditës pasi ke konsumuar një ushqim të shijshëm. Por se them dot se s'pale rregulloria. Faleminderit. Po, replik, zoti Kapri. Po. Mora fjalën për si mund ta ketë referendum, ma jep minuta të lutur. Si mund ta ketë? Si zonjë sot, falenderoj shumë, zonja nën kryetare. Mbas rregullore, zoti Kapri, pa koment. Po, 2 minuta. Pa koment, se për ju je dhe zonjë, je edhe kështu që nuk ju njeh, kështu që më mirë vazhdoni replikën pa koment. Zonjë, sapo u shpreha një kompliment. S'kam nevojë, zoti Kapri, se i kam marrë komplimentat nga ju, shumë herë më përpara. Dakor, tani më lejo të flas. S'ka nevojë të komentosh për gjithçka që themi ne. Atëre, pavarësisht betejës politike në këtë parlament, midis të rrezë dhe të vjetrës, kur nuk kemi guxuar të përmendim familjarin e askujt.
dhe sa po e bëri Taulant Balla duke më shantazhuar në këtë parlament, duke më përmend mua familjar. Pavarësisht betejës që kemi me Taulant Ballën, që çfarë s'ka thënë, çfarë s'ka bërë kundër nesh, dhe shantazhet që e vazhdon, nuk kemi guxuar t'i përmendim asnjë familjar të tij. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Domethënë edhe familjarët të përdorin. Tjetër, zoti Balla, sa po fola për një denoncim konkret. Ta thash, nuk pa dhe guxim të flasësh për Osmanin. U more me familjarët e mi, por nuk fole për Osmanin. 1 milion metra katror mori kyte në Vlorë me vendim qeverie. Pse nuk fole për këtë? Për banorët e Vlorës që janë 10 familje që presin në përgjykatat marrë për osinë e tokës dhe ja japin Osmanit. Dakord, sa për shantazhet e tjera nuk pinuj, ke provuar gjithçka me ne Taulant. Dhe si që shikon, përballë na ke dhe përballë do t'jemi gjithkohës. Dhe do ta shikosh Taulant se kush do dali më herët nga politika. Megjithse të marrësh shembull ty për politikë, nuk ke se çfarë mund. Zoti Vëngu. Sot në këtë seancë ka 1, 2, 3, 4, 5 projektligje për bujqësinë në Shqipëri. 5 projektligje të cilat, në fakt, nuk sillin në një vlerë të shtuar, përsa kohë prej disa vitesh tashmë bujqësia shqiptare është në rënje të lirë, dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit, fermerët të cilët ishën specializuar në produkte për eksport, janë goditur rënd për shkak të zhvlerësimit të euros. Dhe zhvlerësimi i euros, siç e dinë të gjithë, ka ardhur për shkak të këtij modeli ekonomik të përfaqësuar nga kjo qeveri, e cila u ka hapur rrugën qindra miliona eurove të pista të pastrojnë ekonominë shqiptare kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe turizmit, çka ka sjell një dëm të pa rikuperueshëm në gjithë industrinë eksportuese në Shqipëri. Dhe fermerët po e ndjen më shumë se kushdo tjetër. Por nuk ka gjë më nihiliste se sa kjo maxhorancë që sjell sot 5 projektligje në këtë sallë për të miratuar, pra për të numëruar bujqësinë, për të sjellë disa standarde më shumë, ndërkohë që në Sirtar po mban një projektligj tjetër diabolik, i cili me sa duket do vi shumë shpejt. Pra është ligji ose projektligji për shitjen e tokës bujqësore publike ndaj shtetasve të huaj. Shqipëria ka rreth 120.000 hektar tokë bujqësore në pronësi të shtetit, dhe në vend që qeveria të mendonte seriozisht që këto toka të përdoreshin për kompensimin e pronarëve shqiptar, të cilët ende presin një përgjigje nga qeveria ka plane tjera dhe ka nisur zbatimin për miratimin e këtij projektligji me porosi në Parlamentin shqiptar. Shiheni këtë foto. Ndoshta këtu në sallë nuk e njohin shumica, por shqiptarët e njohin shumë mirë. Ky është Osmani, aktori turk, që erdhi vjet në Vlorë, bëri një 2 ditë pushime, takoi kryetarin e bashkisë dhe na ushqit sikur erdhi të promovojë turizmin shqiptar. Dhe qeveria shqiptare përmes një vendimi të posaçëm i dha Osmanit rreth 1 milion metër katror tokë, një nga zonat më të lakmuara të Vlorës. Afërsisht tek pylli i Sodës, pra midis Triportit dhe Zvërnesit, një nga zonat më të lakmuara. Dhe çfarë është më e rënda, është që gjithë ajo zonë e lakmuar janë me 10 familje vlonjate që janë në përgjyqje, që presin të marrin një përgjigje për pronësinë atyre tokave që i kanë trashëguar. Por jo, qeveria ka vendosur të shesi Shqipërinë, të vendosë gjithçka në shitje, që Edi Rama të qëndrojë pushtet,
dhe po rëmben gjithë shka që të mundet. Pra 1 milion metër katror tokë afërsisht, për t'ja dhënë Osmanit. Dhe çështja është që pavarësisht se ja dha me vendim qeverie, ka ndalë disa probleme sepse një pjesë e tokës klasifikohet si tokë bujqësore. Dhe që ta çojë deri në fund planin për t'ja dhënë Osmanit, qeveria po bën gati edhe projekt ligjin për ta sjellë në parlament që t'i dhurojë 1 milion metër katror tokë. Një tokë në Vlorë e cila prej dekadësh pretendohet nga familje vlonjate që po ende në gjykatave. E njëjta skemë siç është përdorur në Rjoll, e njëjta skemë siç është përdorur rëndom në gjithë jugun e Shqipërisë me ligjin e investorëve strategjik, që ju vodh toka komunitetit për t'ia dhënë një grup të ngushtë oligarkësh. Pra kjo është e vërteta. Edi Rama ka nxjerrë në shitje gjithçka për të qëndruar në pushtet. Dhe ironia e dikush është se aktori i famshëm turk ka luajtur rolin e themeluesit të perandorisë osmane, është se Osmanët themeluan kadastrin e parë shqiptare, fal Osmanëve u regjistruan pronat në Shqipëri, dhe fal atyre pjesë pronave që gjenden në arkivin e shtetit, shqiptarët kanë mundësuar të marrin tokën e trashëguar. Dhe fatkesia është që kjo qeveri nuk mbron qytetarët dhe të drejtën tyre kushtetuese që thotë që prona mund të trashëgohet, mund të blihet dhe ta gëzosh, por jo, mund ta zaptosh dhe mund ta legalizosh. Dhe këtë skemë bandite po e bën qeveria me ligj me porosi. Një lloj siç është dhe ligji për zonat e mbrojtura, që u amendua me porosinë të parlament, në mënyrë që t'i hapte rrugën zaptimit të plazheve më të bukura në Shqipëri. Duke përdorur dhe aty skema nga më të sofistikuara duke përzgjedhur dhe krimin organizuar. Tani, më thoni ju të gjithë mua, a është e falshme kjo gjë? Që një pronë e lakmuar t'i jepet një personazhi, ashtu si që dan 4.2 milion euro Kanye Westit? A nuk është kjo një shitje e Shqipërisë? Se çfarë do të bëjmë më shumë një qeveri, një kryeministër të shesë Shqipërinë? Një pronë që ende sot është gjyqeve, që 10 familje presin nga shteti shqiptar të kthehet tokën e gjysheve të tyre, Edi Rama jep një tjetër palaçoje, si punë e këtij, që janë si prestanome. Hiqni dorë nga këto, respektoni të drejtën e shqiptarëve për pronësinë, sepse ndryshe fundi juaj do jetë shumë më i rëndë se çka keni imagjinuar. Nuk është thjesht largimi nga politika. Mos guxoni ta sillni atë projekt ligj në parlament, sepse parlamenti më pas do rrethohet nga 10 mira pronarë shqiptarë që nuk do e falin më Edi Ramën. Edhe ty Taulant, patjetër. Dakor? Ty të parin. Se ti je strumbullari kryesor që i lëviz gjërat në parlament. Të thash, dini shëtitje në rrugët e Tiranës dhe shiko koshat e Tiranës. Dhe shantazhet e tua nuk do pinuj, si që shikon, nuk po na mbyll do të gojen. Tani jepu shpjegim shqiptarëve se si do japësh ti tokën e vlonjatëve 1 milion metra katror tokë, ti personazhi këtu. Keni përgjigje për këtë? Për ligjin që keni bërë me porosi? Ke përgjigje? Apo do nxjerrësh letrat e Bixhosit e do fillosh të bësh Bixhos prap me fatin e shqiptarëve? Taulant, u ka dalë boja, u ka ardhur fundi. Nuk do ketë më Kanye West, nuk do ketë më Osman që t'u dali për Zot. Nuk do ketë. Është gjithë bota e civilizuar që është me të rinj shqiptar. Jeni kthyer të urryer Taulant, të urryer. Në një koment për Dua Lipën keni? Apo tani ajo është bërë ajo e urryer, që kur doli në mbështetje të rinjë shqiptare.